Do të gjithë sipas Matet, kapitulli 20 nga fillimi. Shëmbëtyra e punëtorëve të orëve të ndryshme. Mbretëria e qiellit i ngjan pranë një zot shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbasi ranë ujdi me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa të tjerë që rrinin në shesh të papunë. Dhe u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresht dhe unë do t'u jap sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 të bëri po ashtu. Por kur doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë që rrinin kot dhe u tha: "Pse rini gjithë ditën kot këtu?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë me mëditje." Ai u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresht dhe do të merrni sa është e drejtë." Por kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet: "Thirrni punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri të parë." Dhe kur erdhën ata të orës së 11, morën nga një denar secili. Por kur erdhën të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili, duke e marrë murmurisnin kundër të zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm një orë, dhe ti i trajtove njësoj si ne, që hoqën barën dhe vapën e ditës." Por ai duke u përgjigjur i thanë njërit prej tyre: "Mik, nuk po të ha hakun? A nuk re në ujdi me mua për një denar? Merr atë që të takon ty dhe shko. Por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa edhe ty. A nuk më lejohet të bëj ç'të dua me gjën time? Apo syri është i li, sepse unë jam i mirë. Kështu të fundit do të jenë të parit dhe të parit të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur." Amin. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij. Vëllezër dhe motra, Zoti gjithmonë flet, gjithmonë na tregon, gjithmonë dëshiron që njeriu të bëjë atë që është e drejtë përpara syve të Zotit. Zoti flet, por njeriu nuk dëgjon. Ashtu siç thotë fjala, gjithmonë flet Zoti me një mënyrë tjetër, por njeriu nuk dëgjon. Falenderojmë Zotin sepse vërtet ka bërë një vepër të madhe për secilin nga ne, dhe fakti që ne jemi sot këtu nuk është merit as pak as ne nga ne këtu, por është vetë e Zotit. Ai na thirrri sepse ka përgatitur diçka për të gjithë ne. Ai është Zoti që i cili jo vetëm që krijoi tokën dhe gjithësinë, por krijoi dhe njeriu. Dhe këtë njeri ai e boi sipas shëmbëtyrës së vet. Thot fjala e Perëndisë, ta adhurojmë Zotin për këtë. Dhe këtë njeri që e krijoi e bëri për përqimin dhe për lavdin të emrit të tij. Ndaj sot ne kemi një trashëgimi nga kjo Perëndi që në një moment të caktuar me hirin e tij na dëgjoj që të shkojmë në atë mbretëri, sepse qëllimi i kësaj jete dhe qëllimi i krijimit që bëri Perëndia ndaj nesh është që ne jetojmë me të. Dhe kjo nuk është thjesht një fjalë e thënë apo një dëshirë, por është pikërisht që nga krijimi i Zotit i mendoi të gjitha. Sepse Zoti ynë jo vetëm që është i mëshirshëm, ka një dashuri pa kufishme. Dhe dashuria e tij është pikërisht ajo që neve na bashkon sjellë jo vetëm këtu, por edhe na jetë. Ajo dashuri mundësinë që ne të kuptojmë çdo ditë, që ecim çdo ditë që punojmë, ose çdo ditë që ne jetojmë në këtë tokë deri në momentin e duhur që Zoti do të thalas, neve të kuptojmë që jemi bërë për të qëndruar në të. Dhe këtë gjë duhet ta ngulisim në zemrën dhe në mendjen e vëllezërve dhe motra, sepse është pikërisht duke kuptuar këtë gjë ne e dimë shumë mirë pastaj edhe si të ecim. Sepse gjithmonë Zoti ka menduar për ne me fjalën e tij. Çdo fjalë që është nga Zoti është për njeriu, është për neve, është për ndërtim, është për të qëndruar në vullnetin dhe dashurinë e tij, por të ndërsojmë të gjitha, sepse jemi përgatitur, jemi dërtuar me fjalën e tij dhe për kësaj fjale, duke qëndruar besnik ndaj saj, ne do shkojmë tek Zoti. Asgjë nuk është rastësi që është shkruar, asgjë që po ndodh në jetën tonë nuk është aksidentale. Flas për bitë e Perëndisë, por gjithçka është në kontrollin e Atit. Ai e di dhe vepron për secilin nga ne. Një zemra tona nuk nisë që njohim ne vetëm tonë. Dhe thellësi, ashtu si thot fjala që në thellë brenda aty ku ndahet kocka me palca. Ky brenda thellë të vendimeve tona dhe kupton të gjitha. Sepse ai është Perëndia, ai na krijoi. Si mund të them krijosi tim, këtë ti nuk e di, këtë se kupton. Si mund të guxoj të flas të shikoj Zotin apo të mendoj diçka që Zoti vërtet mua më krijoi dhe më ka dhënë gjëra që unë akoma nuk e di çfarë ka dhënë. Sepse jo se Zoti nuk do të më smundoj, po sepse Zoti ndoshta zemra ime nuk është e gatshme, ndoshta zemra ime është pak e ngurtësuar,
apo nuk më lë pak ajo krenaria, për të cilën Zoti e thot dhe fjala e tij tek të krenarët thot, unë kundërshtoj thot, po tek ata që janë të përundur thot, unë bëj hir. Lavdërojmë emrin e Perëndisë vëllezër dhe motra, ashtu siç na thotë tek fjala e Zotit, pa dashur të marr shumë kohë. Zoti i bëri thirrje të gjitha, na bën thirrje të gjitha, nuk bëri moje, bëri rregull me secilit na. Dhe Zoti çfarë do? Nuk do thjesht të ekziston. E them dhe i faleminderit. Okej, e arritëm këtë gjë, na shpëtoi, shumë kush na ne besoi ka marrë frymën e shenjtë, është ajo fryma që Perëndia na bën neve si të zgjedhurit e vet. Dhe kjo nuk është ajo që themi mjafton. Është pikërisht këtu fillon. Edhe betejë jonë, dhe është pikërisht ajo që Zoti na jep të gjitha këto gjëra përpara, që neve të kemi mundësi me hirin e tij, jo prej zotësisë tonë, jo prej forcës tonë, por me anë të hirit Perëndis, që ne të ecim me të dhe të kuptojmë që në këtë jetë, ashtu si shpëtova unë, si shpëtoi vllai im apo motra ime, duhet të shpëtoj edhe shpirtët e tjerë Zotit. Përpara syve të Zotit nuk ka dallim, të gjithë jemi njohur përpara Tij. Secili me problemet e veta, secili me sëmundjen e vet, secili me hallet e veta, le ta themi më popullore, por ai që ka rëndësi është që unë jam ai thotë që i marr përsipër të gjitha. Unë jam ai thotë që tek cili do të vini varrin tuaj. Eja në tek unë, thotë, të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të munduar, sepse unë do t'ja prej dhe paqe, thotë. Unë jam uji i jetës. Unë jam drita e kësaj bote. Dhe çdo gjë që ai thotë, është e vërtetë. Nëse ne besojmë në zemër dhe jetojmë këtë gjë, atëherë vëllezër, çfarë në mua? Thjesht bardhënia e Zotit pastaj. Kur shkojmë më të larg. E falenderojmë Zotin dhe këtu Zoti bën thirrje ashtu si çdo ai me dashurinë e madhe që ka secilit nga ne që të vish në arat e tij, në këtë vend ti të punosh. Kudo që të ndodhesh, kudo që të ka vendosur Zoti, kudo që të gjeti Zoti, në atë që ti je, ai do që ti të punosh. Në kuptimin, këtu e thot patjetër, edhe në kuptimin fizik që të punosh në arën e tij dhe tregon me punëtorët më ditës, duke dhënë mundësinë e tyre që të punojnë. Pra ka një dashuri të madhe, ka të gjitha mundësi dhe pavarësisht se i thënë me punë. Mirë, duke nisur nga fjala, ky zotëria që ka ftuar të tërë punëtorët në vreshtin e vet që të punojnë, e ka parashikuar çdo gjë. Pra jo vetëm që të thrasë, por do të jetë dhe i drejtë me ta, do të jap mundimin, lodhin diçka që ata do të japin para gjithë, Zoti e ka përgatitur. Zoti e di diçka, por thjesht dëshiron të shikojë brenda zemrave tona. Duam të ecim me këtë dashuri dhe me këtë hir që na ka dhënë Perëndia. Duam ne të vazhdojmë vërtet ta zbatojmë fjalën e Tij. Duam ne të punojmë në këtë tokë që na ka dhënë Zoti, apo thjesht të marrim pjesë që duam ne sipas interesit tonë, edhe të dalim nga porta tjetër. Këtë është pyetja më shpeshherë vetes, vëllezër, sepse Zoti kur flet për të gjithë. Dhe unë e marr vargu sipas atij momenti që ndodhem dhe për atë gjithë që flet Zoti, sepse Zoti e di më mirë dhe kur e flet atë fjalë, dhe them, ok, Zot, erdha në kishën tënde, më bekohet, më dhurove të frymën e shenjtë, më futem midis vëllezërve dhe motrave, gëzim shumë i madh, jam shumë i kënaqur ndodh në kishën tënde, më ke bërë birin tënd, dhe këtu mbaron. Mbyllet dita, një ditë e re, sërish një e para, një rutinë, një monotoni, edhe themi, shkoj në kishë, marr telefonoj vllain e madh, bëj punën time, shtëpi, dhe shtrihemi në koltukun tonë, apo në divanin tonë, dikush mund të themi, kanape, si thonë në Shqip, pra në dhe gjejmë, le të themi atë, përfitojmë nga të mirat e kësaj bote me hirin e Zotit që na është ofruar dhe themi që okay, kjo është dhe hymë në një rutinë. Si një 8 orash punë. Okej, kjo duhet të bërë, ai që është e nevojshme për të bërë duhet të bërë. Atë që ne mundemi ta bëjmë do ta bëjmë, atë që s'mundemi ta bëjmë do ta bëjë Perëndia. Dhe thot, fare një fjalë e Perëndisë, Zoti i thërret të gjithë. Nuk le vetëm në orën e parë, orën e tretë, orën e gjashtë, orën e nëntë, po dhe në orën e 11 që po ta përkthejmë në ditët e sotme, flasim për orën e 11. Ajo është rreth orës 7 mbrëmjes. Orës 5 mbrëmjes, në fali. Dhe Zoti thotë që është fundi i ditës. Kush do t'i vete mendja dikut që unë në atë orë, kur të gjithë kthehen nga puna, mua do të më jepet një mundësi për të punuar. Unë të nxjerr ditën time të punës. Unë të jemi vlefshëm për dikë.
të jap qoftë edhe mundësi më të vogël. Vëllezër, Zoti nuk mendon si ne. Mendimet tona janë shumë larg me mendimet që ka Perëndia. Është si linja me Perëndimin, thotë fjala e Zotit. Zoti e di shumë. Ti mund të kesh vite në kish, mund të kesh vite në kish, në besim. Një vëlla një motë mund të vi sot. Çfarë zeli ka ai vëlla? Çfarë dëshire ka për të qëndruar fjalën e Perëndisë? Të zbardoj fjalën e tij. Të ketë dashurinë e Zotit. Sa do ai të kontribuojë, të flas fjalën e Zotit dikush që nuk është shpëtuar akoma. Të veproj si një krishter i vërtet, jo vetëm thjesht në kish, por krishter i vërtet në zemër, ashtu siç ishte edhe kisha e parë. Kur vajti Pali, nëse në majmont, në fjallë e Perëndisë, Pali bashkë me Barnabin, që shkuan në kishën e Antiokies, që u quajtur për herë të parë të krishterë. Pra një zell aq i papar, aq i fort, aq i madh, sa që duheshin krah, duheshin punëtor. Dhe me njëherë vajtën Pali me Barnabën që të ndihmonin vëllezërit aty që kishin nevojë. Dhe fjala e Perëndisë ishte përhapur çdo zemër të shtëpi dhe kisha sa vite dhe shtojë më tepër. Pra vëllezër, Zoti na ka thërritur, dikë ka thërritur në orën e parë të mëngjesit, dikë ka thërritur në drek, dikë ka thërritur mbasita, dikë Perëndia edhe në momentin e fundit të thras, sepse ai di shumë mirë planet e veta. Askush nga ne mos ketë dyshim që jemi të papërdorshëm. Nëse ti në zemrën tënde do që Zoti do të përdorë, do që të hecesh në Perëndim, Zoti e ka gati planin, Zoti do që ty të bekoj, Zoti do familjen tënde ta shpëtoj, Zoti do fëmijët e tu të përdorë në jetën e tij, në veprën e tij, dhe do mbi të gjitha të kenë një komp të zgjedhur, të gatshëm, të ndej për mbretërinë e tij në qiellore. Lavdëroj Perëndin për këtë. Lavdi Zotit. Ndaj vëllezër dhe motra, në jetë vështirësitë dhe problemet do të jenë të vazhdueshme, sidomos dhe ne që jemi të krishterë, ne jemi të sinqertë. Pengesat tona do jenë ndoshta edhe më të mëdha, pse? Sepse ne nuk hesim sipas botës, nuk hesim sipas errësirës. Ne ecim me fjalën e Perëndisë, ne duam të themi të vërtetë, nuk duam të gënjejmë, nuk duam të bëjmë gjëra që botës i pëlqen. Nuk duam të hesim sipas mishit, duam të hesim sipas frymës. Dhe tashmë thot Pali, thot, mos hesni mos sipas mishit. Zoti tashmë jeton brenda nesh. Dhe gjithmonë do t'ja bëj këtë pyetje vetes. Sot çfarë bëram për ty Zot? Sa afër teje isha? A e kuptova çfarë folën? Cili është vullneti yt për sot që mund të bëj? Mos mendoni për të nesër, thot Zoti. Çfarë do hani, çfarë do pini? Mendoni, thot, shikoni zojtë e qiellit. Ata fluturojnë, thot, nuk punojnë, nuk bëjnë asgjë, thot. Dhe unë sërish thot, mendoj për ta. Dhe as një qime floku të kokës tuaj, thot, nuk do të bjerë, thot, pa dijenin time. Zoti flet bukur, shumë i dashur. Ka menduar çdo gjë me detaje, vëllezër dhe motra. Këtë gjë e kupton, vëllezër, në raste të vështira shpeshherë edhe bien, edhe kemi atë lëkutje të besimit. Dhe kjo është vërtetësi e njerëz, kemi dobësi të pafundme. Zoti i di gjitha këto. Po është aq i mëshirshëm sa që toleron. Pra duron në kohë, pret që ne ta kuptojmë. Dhe disa herë është pak e dhimbshme, derisa ne ta kuptojmë atë gjë. Disa herë kalojmë shumë etapa të vështira në jetën tonë dhe themi, "Oh, po kjo pse ndodhi mua?" Edhe këtë kisha marrë. Po pse mua? Unë lutem, unë shkoj në kish, unë do të jemi drejt. Ata gjithë bëjnë pa drejtësi. Në punë, në jetë, në shoqëri, në farefisë, aq më tepër që ne shqiptarët të kemi një besim e lidhjes familjare, ndoshta ende pak të fortë. Dhe kjo gjë na dëmton. Shikoj për buzë, talli ndonjëherë, mos për fillje, unë e kam kaluar, deri të kaloj. Por kur në zemrën time nuk kam bërë marrëveshje me askënd, qoftë dhe me bashkëshortën time, apo me fëmijët, për hir të fëmijëve, për çështjen e kishës, për çështjen e besimit. Sepse kur Zoti erdhi atë ditë në jetën time dhe më thërriti, sot e jetë punosh në arin time. Sot është dita e shpëtimit. Sot unë përthërras birin. Ti do të vish, do të punosh. Deri dje nuk e kishe kuptuar, deri dje nuk thërriti kush. Po ndoshta s'ishe gati për të punuar. Ndoshta ti se kuptoje thirrjen time. Lavdërojmë Zotin për këtë. Por ama më thërriti. Erdhi tek unë. Tani që erdhi tek unë, unë duhet të kem dyshime në mendjen time apo do të them prit, nuk jam gati. Po jo se ky person familja ime është kundra. Prit, sepse fëmijët e mi nuk duan.
Dhe unë nuk mund të hapë kështë atyre, se unë i dua shumë fëmijët e mi, më shumë se vete. O, po bashkëshortja ime, martesa ime, nuk dua të lëkundet, unë të takoj për këtë gjë. Vëllezër, Zoti e di se cilin nga ne çdo problem, çdo dyshim, çdo hap, çdo kompleks që mund të kemi krijuar ose është krijuar në jetën tonë, Zoti e di me detaje. Pa arritur ti thuash dhe pa arritur ta mendosh, ai e di gjithçka. Lavdërojmë Zotin për këtë. Ai e di shumë mirë çfarë po kalon. Ai e di shumë mirë sepse ti ndodhesh në këtë moment. Po ku e di ti vëllau ose moti, ku e di unë që ky moment që unë po kaloj është për të lavdëruar emrin e Perëndis. Ku e di unë i pari ja them vetes time që ky moment i vështirë ose ky problem që po kaloj, kjo tallje, kjo përbuzje apo kjo indiferentizëm ndaj njerëzve që unë i vlerësoj apo mendoj që mund të bëj diçka të mirë për veten time në këtë botë ose në këtë jetë për një plan qoftë edhe të vogël që mendon njeriu dhe mua më ka dalë nga e kundërta. Përse? Përse Zoti i lejon? Përse ta lejosh këtë luftë? Përse ta lejosh njerëz të tjerë që të vuajnë nga uria? Përse të ndodhi kjo internet? Përse të ndodhi kjo? Zoti thotë, të gjitha këto do të vinë. Lumai që nuk do të skandalizohet me fjalën time. Lumai thotë, sepse skandalet do të vinë. Ruaj vëlla, mos bësh skandal për mua, për një shpirt të ri, për një notë, për këto, sepse thotë Zoti, ju thërrit, ta thotë, të hecim tashmë në besim, të hecim në dritë, në fjalën e Krishtit. Prandaj na ka thërritur Zoti në këto orë, që ne të qëndrojmë, do të na përdorë patjetër. A duam të punojmë? Këtë Zoti nuk mund ta vendosi, këtë do ta vendosim. Dhe prandaj në lavdi emër të shenjtë Perëndis. Çdo gjë që kalojmë në jetën tonë, çdo gjë që lejon Zoti, nuk është aksidentale. Është një plan. Ashtu si edhe një florim kur kalon nëpërmjet zjarrit, pasurohet element të shumtë kimik digjen në temperatura të ndryshme derisa të dalë komplet elementi kimik i floririt. Ta them pak nga ana kështu që të kuptojmë si më ndryshe. Dhe kjo është arsyeja, po digjesh, po ke dhimbje, po është çike vështirë, po s'mundet. Asnjëherë Zoti nuk do të jap barë më tepër se sa ti mund të durosh. Keni besim te Zoti, keni besim te Perëndia. Gjithçka që unë bëj për njeriu thotë, e bëj për të mirën e tij. Gjithçka është një vepër që drejtohet në shkon në të mirën e njeriu, sepse Zoti ka një plan. Nuk do marri një kish, një nuse me një vello me njolla. Do marri një nuse me vello të pastër, të bardhë, se ka veshur kush. Dhe kjo është kishë Perëndis, lavdërojmë Perëndin. Është një dhuratë kaq e makinitshme, ajo që na ka dhënë Perëndia, saqë nuk mund ta them dot me fjalë. Ndoshta për botën ime të marr, por nuk më intereson kjo gjë më. Unë jam bërë birë Perëndis, jam bërë pjesë e kishës së tij. E dua të jem me Zotin, sepse në të zemra ime pati paqe, në të zemra ime ka dashuri, ka hare, dhe dua që të jem gjithmonë kështu. Përse ta heq të drejtë vetes time? Nëse unë më thërritet dhe them, hajde në orën e 11, ti të vish tek unë thotë, dhe unë do të pres, do të jap mundin tënd. A kupton çfarë mërkulli është? Do të jap mundin tënd, që ti mund thjesht në atë moment Zoti ka shpëtuar, qoftë nëpërmjet zjarrit, dhe Zoti thotë do të jap pagën tënde. Lavdërojmë emrin e Perëndis, lavdi Zotin. Nuk mund të kuptoj dot këtë lloj dashurie. Vjen fëmia jote të flet diçka dhe ti mërzitesh. Shqetësohesh. Nuk po dëgjon, nuk bën këtë, ka këtë problem, jo nëse bën. Okej, ke drejt. Edhe unë kam thënë, do të pa kaloj. Nuk është kollaj, nuk është lehtë të lidhesh fëmijë. Por mendoni pak. Asnjë gjë, thot Zoti, nuk mund të bëni nëse nuk është dhënë nga unë. Ashtu si edhe pistaku që qëndron në vresh. Nuk mund të rritë. Unë jam ai, tek unë varen e të gjithë. Dhe unë, nëse nuk merrni ushqimin nga unë, nëse nuk shkoni te uji i jetës, nëse nuk qëndroni në fjalën e Perëndis, prandaj e theksoj vëllezër dhe motra sepse ja them vetes të parë. Fjala thuhet shpesh, po fjala ku qëndron fjalë, kush është fjala vetë? A lexojmë vëllezër? A lutemi? Në një problem, në një situatë që ndodhemi, a e bëjmë dot krahasimin që në cilën varg të fjalës është kjo që po ndodh mua? Sepse çdo gjë është bërë në detaje për Zotin, në çdo situatë që ne jetojmë, në çdo situatë që ne kalojmë, është pjesë e fjalës Perëndis. Amin, vëllezër dhe motra,
dua të falenderoj jashtëzakonisht Zotin për të që ka bërë jo vetëm jetën time, por edhe për ju. Është e gjallë ajo që jetoj. Amin. Vështirësi do kemi, probleme do kemi. Kisha e Zotit po përgatitet. Janë kohët e fundit dhe fjalët dhe gjërat nëpërpot e vërtetojnë të më së miri. Fjala e Zotit nuk bie poshtë. Asgjë nuk ka për të rënë poshtë. Kjo është e vërteta, sepse gjithçka që ne jetojmë në këtë botë, jetojmë për hirin e Perëndisë, dhe ai ka një plan. Të lutem vëlla motor. I them dhe vetes time. U zgjove në ora 5, u zgjove në ora 8, u zgjove në ora 3. Turni 2, turni 3, se ka pas Shqipëria me kohë dhe këto sisteme turni 2, turni 3. A je i gatshëm ti me ju përkushtu Zotit, me ja dhënë zemrën Zotit? Pjesën tjetër lërja ati. A je ti më mirë se kujdo si lërë? Mos mendo si njeri, lërja ditën e nesër me Perëndisë. Ai do i flas, ai do mendoj për ju. Barën e ditës nesër me lërja ditës të Zotit. Lavdërojmë emrin e Perëndisë. Çdo gjë që na është dhënë, çdo gjë që ne kemi, dhe në momentin që na kërkohet, nuk është rastësi, mos dysho kur Zoti të flet. A do të vish? A do të punosh? Mos dysho, ti flas këti për Zotin, a mos ti flas për Zotin. Të flasësh vëlla e motor. Zoti në atë moment që je aty, je për atë arsye, ti flasësh. Po të më tallin, një po të më kundërshtojnë. Po edhe Krishti të shujnë. A nuk e tallën, a nuk e përshtypën, a nuk e përbuzën. Kush i ka kaluar ato gjë? Ti me realist. Asnjë nga presion si ka kaluar ato gjë që ka kaluar Krishti. Apo të mendojmë për ata që kaluan krishterët e parë, që janë therrur në kuptimin plot të fjalës, vetëm sepse nuk mohonin dot Krishtin. Kush është dhënë ato ndihmën e tij? E kuptoni çfarë mëshire, çfarë gjë bën Zoti për ne? Dhe ne diskutojmë gjërat më të vogla, të flasim me një vëlla, të ndihmojmë një vëlla, të telefonojmë një vëlla, një motër, të ndihmojmë kur ka një nevojë, po slepemi, shtrëngohemi, prit, bëjmë, ngucemi dhe mendojmë siç mendon bota. Kisha e Zotit duhet të ketë frymën e Krishtit. Duhet jemi gjithë unitet. Duhet jemi të gjithë në dashurinë e Zotit, sepse ai na ka thirrur me dashuri. Askush nuk erdhi vetë këtu. Është thirrja e Atit. Nuk mund të askush të ka të kurthot, nëse nuk është thirrur nga Ati. Nuk e ka sjellë Ati këtu. Lavdërojmë Perëndin. Gjithçka nuk është rastësi. Ne falenderojmë Zotin sepse vërtet ka bërë mrekulli. Do bëjmë mrekulli. Prisni. Vëllezër, po jo të presim, hace po na thrasin. Tashmë e dim të gjithë që Zoti na ka thirrur për një qëllim. Rreth parë të rriun në shëjtërim, të rriun në fjalën e Zotit, dhe me hirin e Tij, Zoti do më japë mundësi, jo vetëm të flas, jo vetëm të ndihmoj, por të jem dritë në këtë botë që të gjithë kuptojnë vërtet që dikush ka bërë vepër në mua, dikush ka bërë diçka tek unë dhe unë jam ndryshe. Ndoshta mos e kuptoj, por tjerët e kuptojnë ama. Drita ku do ndodhesh, ti do duket. Dhe kjo është fal meritës së Perëndisë, fal hirit të Zotit. Nuk është asnjë nga ne, por ne tashmë e kemi. Do mburremi po, vetëm Krishti në vëllezër dhe motra. Sa ai na ka dhënë gjitha, dhe gjithçka tjetër që do na jepet, është për lavditë të Tij dhe vetëm jo vetëm për shpëtuar shpirtin e tjerë, por sepse ai plani i Zotit është tek ty, është tek unë, është tek gjithë secili. Dhe kjo gjë është e vërtetë. Duhet ta mbulusim mirë në zemrën dhe në mendjen. Nuk mund të vazhdoj me idenë që okay, po është kështu, po nuk ka dyshime në Zotin. Është po dhe amin fjalë Perëndisë. Do e bëj, do ta shpëtoj familjen time. Po. Shumë herë ka folur Perëndia. Edhe tashmë në kohën e fundit sërish foli Perëndia. Madje të them një karakteristikë që ndodhi për krishterët që ishte në krishterët e kaluara, në një moment caktuar thjesht dura ime tha, okay, do ikim kishte. Është diçka që unë isha lutur edhe kisha kërkuar jashtë masë që të më bëj diçka, domethënë arrim në atë pikë që kemi ato dyshimet tona brenda vetes dhe themi Zot, çfarë po bën? Kur? Çfarë bën? Dhe përsëri, në një moment caktuar pa shtytje, pa presion, pa asnjë fare, thot, sot do ikim kishte, do ikim të familjarisht. Lavdërojmë Perëndin për këtë Zoti që domethënë është ajo që thënë dikush Zoti që thot, ti s'mund bësh asgjë thot. Ma lër mua. Dhe në një moment caktuar një diskutim, Zoti flet në mënyrë të ndryshme, do të them këtë si karakteristikë, dhe do ta mbyll sepse mora shumë kohë. Në një diskutim që patëm me bashkëshorten, Zoti thot, po mendosha apo thoya si mund të bëhet kjo gjë, po mendoja si njeri që po është pak e vështirë, kjo është pak e vështirë, ajo si do bëhet, nuk ka mundësi, njerëzora e shoh pamundur. Edhe isha i bindur që arrim në një pikë tjetër, okay, ndoshta kur Zoti do marra, nuk e di, është si do vi puna, po është çika e njeriu. Dhe në një moment caktuar, gruaja flet me këtë fjalë që do të them tani. Atë gjë që ti kërkon, tu do nga goja e gruas.
Nga këto gjëra që ti thot, kërkon të ndodhin, nuk varen nga ti thot, nuk janë në dorën tënde. Unë do ta bëj, thot Zoti. Ti qëndro, thot, dhe asnjë gjë as mos për presion, as mos kjo asnjë gjë. Kjo gjë do vi vetë do vi nga Zoti. Dhe në këtë moment mendoni tani person kur e ke përballë dhe shikon çu thua po, pastaj kthehem çfarë ishte kjo kush e thotë. Edhe nuk e besoj dot veshme. Latrove me në Perëndis, ka një plan vëllezër, ka një plan Zoti do ta bëj për gjithë jo vetëm për mua. Amin. Patjetër që do shpëtohet e familja sepse është premtimi i Zotit. Dhe siç thash fjala është po dhe amin. Por a do shndrojmë deri në fund, a deri në dashin punojmë. Dhe siç thonë tek fjala e fundit, të fundit do të jetë para dhe të para të fundit, sepse shumë janë thirrur por pak e nxjerrur. Vëllezër, nuk kanë sikur thërë Zoti. Në moment që thërriti siç na ka thërritur, a do shndrojmë? Është moment jemi ne të fundit, por do jemi të parë për drejtë e qiellit. Dhe adhurojmë Zotin, falenderojmë Zotin për kishën e tij, falenderojmë Zotin për çdo vëlla, për çdo motër. Zoti t'i bekojë të gjithëve, është gjithmonë kënaqësi dhe jam mirënjohur Zotit për ju që kam njohur, edhe se ishim dhe i soqet jam sot me sysh. Amin.